Jemi sërish së bashku në studion e Start, ndërkohë që do të flasim tashmë për paqen fiskale, e cila ka qenë një prej pikave kryesore të programit që ka shpalosur kryeministri Rama në një prej takimeve të tij. Por si vjen kjo paqe fiskale dhe cilat janë nevojat e biznesit, do ta diskutojmë me të ftuarit. Kam në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë Skype zotin Bujar Muço, nënkryetari i shoqatës së biznesit të vogël. Zoti Muço, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Dhe unë ju përshëndes. Dhe po ashtu në një lidhje të drejtë për drejtë Skype kam edhe zotin Eduard Gjokutaj, ekspert ekonomie. Zoti Gjokutaj, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje dhe javë të mbarë. Në fakt, zoti Gjokutaj, duke qenë se jemi së bashku, do doja ta nisja me ju termi paqe fiskale, term politik në këtë rast, dhe a krijon perceptimin se qeveria do të jetë më e butë dhe më tolerante me taksa paguesit? Që ta kuptojmë qartësisht se çfarë është dashur të thuhet me paqe fiskale. Ka të bëjë me një amnisti apo me negociata sikur se është sqaruar edhe në takim? Termi paqe fiskale përdoret në diskutimin politik dhe ekonomik, pra është dhe diskutim politik dhe ekonomik, në aspektin e asaj se qeveria ose ai që e premton kërkon të normalizojë marrëdhëniet midis tatim paguesve dhe administratës me qëllimin që ato të kthehen në një nivel të tillë që të rritet bashkëpunimi vullnetar i tatim paguesve. Këtu kam parasysh individ, familje, biznese, të cilët deklarojnë dhe u paguajnë të ardhra, dhe në tërësinë e tij si term, pavarësisht nga ajo çfarë është interpretuar dhe ndoshta ai është qëllimi që thotë premtimi i Partisë Socialiste, por si term ky ka të bëjë në aspektin e asaj se sa agresive ka qenë administrata dhe në një farë mënyre do të ndikojë për ta ulur të agresivitet, nga ana tjetër ta amnistojë një pjesë detyrimeve, pasi këtë ka kuptim termi, dhe nga ana tjetër edhe të jap një qasje të stimulimit të atyre çfarë lidhen me pasuritë e paluajtshme, me nxitjen e besimit me shtetin dhe ekonomisë, dhe në tërësi përmban atë lloj qasje që nuk ka të bëjë thjesht me një mënyrë për të shmangur kontrollet tatimore, por me një qëndrim politik të asaj force politike që e premton të tillë që ta lërë biznesin në një qasje të tillë normale pa indikuar shumë. Natyrisht, kjo duhet vendosur tashmë si term në kontekstin shqiptar, për t'i dhënë atë kuptim real në të cilin termi merr dhe atë ngjyrimin e tij. Unë në atë çfarë analizoj bashkë me kolegët e mi, e gjykojmë se nuk është një situatë e tillë që termi paqe fiskale zëvend mirëfilli, pasi në aq sa perceptojmë dhe shikojmë, nuk ka një luftë midis qeverisë dhe bizneseve në aspektin e asaj egërësisë administratës. Përkundrazi, ka një qasje e cila është e diferencuar, ka një zbatim jo korrekt të ligjit dhe nivele korrupsionit të tilla që kanë penguar ato nisma që janë ndërmarrë për të zbatuar parimin e taksimit të drejtë. Pra, ajo që do kërkoni më shumë në këtë respekt të termit paqe fiskale do ishte pikërisht zbatimi i taksimit të drejtë. Kush fiton më shumë, të paguajë më shumë. I cili duket se ka humbur rrugës, është zvenitur në krye të 12 viteve, pasi ishte premtimi më shpresdhënës dhe më domethënës për të mos bërë qoka me buxhetin e shtetit. Kur thua paqe fiskale, është njësoj si dëgjon rëndom prej shumë zgjedhjes, do falin këto gjoba, do heqin këto kamata të cilat vetvete nuk i heqin nga xhepi i partive apo nga xhepi personal, po ja heqin një grupi të caktuar në rastin më të mirë dhe ja vendosin një tjetër. Pra, buxheti nuk është një lojë termas, por është një aritmetik e pastër. E qartë. Dhe në fakt, zoti Muço, do doja të ndalesha tani tek ju, duke qenë se besoj keni ndjekur këto zhvillime dhe në fakt jeni edhe pal interesi në këtë rast. Si keni pritur? Dhe cila është gjendja aktuale, të paktën nëse i referohemi biznesit të vogël në Shqipëri? Ne dimë që nga periudha e pandemisë, një pjesë e mirë e aktivitetit biznesit vogël në Shqipëri u prek ndjeshëm, a ka arritur tashmë në një rimëkëmbje dhe a prisni që kjo rimëkëmbje të vi akoma edhe më e theksuar përmes kësaj paqe fiskale që zoti Gjokutaj edhe e sqaroi se si do të realizohet? Faleminderit për pyetjen. Fjala në vetvete paqe është një fjalë e mirë, detyrimisht, sepse paqja ndikon në çdo gjë. Por
në kuptimin e mirë të fjalës paqe fiskale, për mendimin tim, kjo është një slogan elektoral për mendimin tim dhe nuk kanë baza ekonomike në të vërtetë. Çfarë duhet të them, nuk ka baza ekonomike në vërtetë. Qeveria duhet marrë nisma me politika ekonomike, për të nxitur zhvillimin dhe aktivizimin e bizneseve. Gjendja aktuale që ju më drejtuat pyetjen në biznese, sidomos në biznesin e vogël e të mesëm, është nga gjendjet më të këqija që ka pasur biznesi në këto vite që ai operon. Nuk e nxitje e them me këtë fjalë, por realiteti ky është. Po të marrim një analizë të viteve të fundit, shikojmë që mira biznese kanë falimentuar dhe falimentimi i këtyre bizneseve nuk është se këta nuk kanë qenë të aftë për të kryer aktivitetin e tyre, por nuk kanë gjetur kushtet e dur dhe kanë falimentuar nëpërmjet politikave të gabuara që kanë ndikur qeveria. Ç'dua të them me politikat e gabuara që kanë ndikur qeveria? Taksimi, unë mbështetem me fjalën e parafoltit, me zotrinë, që taksimi në bizneset nuk ka qenë taksimi i dur dhe i drejtë, sidomos për bizneset. Janë taksuar bizneset e vogla dhe të mesme që kanë qenë të pamundur për të përballuar këto lloj taksimesh dhe janë lehtësuar taksat në bizneset e oligarkëve, si mund të marrë një shembull siç mund të jetë taksimi për shembull i hoteleve dhe i resorseve që i kanë lënë me 6% dhe bizneset e vogla dhe të tjera ose të mesme i takson me 20 e 22%. Pra, nuk ka qenë politika e drejtë për të taksuar dhe këto forma paqeje nuk janë të këqija. Unë për veten time kam qenë gjithmonë edhe për media që kam dalë edhe në mediat tuaja, po edhe në mediat e tjera, unë kam qenë për një paqe fiskale, që bizneset të arrimarrin veten, por jo me diferencimet këtilla që taksohen bizneset që kanë pamundësi edhe liren ata të tjerët. Dhe në fjalën paqe, unë nuk desha të bëj tani në fund, kur është në fushat elektorale, po të zgjetur rruga më përpara dhe me dur, sepse unë kam qenë dhe kundra atyre aksioneve që i organizonin institucionet e shtetit, siç ishin transforcat e tatimeve apo institucionet të tjera, jam kundra aksioneve. Politikat ekonomike ose kontrollet nëpër biznese duhet të jenë të vazhdueshme, të jenë më shumë kësilluese dhe programuese se sa të jenë penalizuese, sepse bizneset këto aksione kanë dhënë ndikimin e tyre që kanë rritur informalitetin, sepse bizneset duke mos i përballuar këto presione ose këto forma kanë arritur deri atje sa kanë falimentuar mira biznese që mos japin shifra se mbetemi në llojin e shifrave pastaj, po që nga pjesa e pandemisë kur thatë juve dhe më mbrapa kemi patur një rënje drastike të bizneseve të vogla të mesme. Dhe pse desha të flisnja që më mirë vonë se sa kur kjo paqe do shërbente dhe jam çik kundra asaj fjalës që foli paraforci për çështjen e amnistive. Neve në të vërtet e kemi kërkuar dhe nëpërmjet televizioneve, po dhe kërkesë zyrtare, një amnisti për bizneset e vogla dhe të mesme duhet të jetë një amnisti fiskale. Pse? Sepse janë penalizuar bizneset pa të drejtë, me selektivitete, me forma dhe mënyra të ndryshme, me pakujdesira fare të vogla kur ishte sistemi fiskalizimit i kuptueshëm në fillim, sepse ishte indelikuar, kanë marrë gjoba marramendse bizneset, apo dhe me selektivitetet e ndryshme. Prandaj kemi kërkuar një amnisti sepse e kanë të pamundur, s'ka biznese sot, sidomos bizneset e vogla të mesme, të mos kenë penalitete dhe gjoba. Unë nuk jam kundër penaliteteve dhe gjoba, sepse të gjithë ata që bëjnë me dashin e tyre, bëjnë shkelje fiskale, duhet të penalizohen, sepse nuk duam të lëmë se ne jemi kundra jemi kundra atyre që janë në mënyrë një formalitet dhe në mënyrë të parregull, por një amnisti do të shëndoshte pak bazat e biznesit të vogla të mesëm, se kanë mira biznese. Mo u jap një shembull. Ka biznese që kanë vajtur e kanë pushuar aktivitetin e tyre si për të qenë si biznes, sepse ka të pamundur të zhvillojnë dhe nuk e mbyllin dot aktivitetin që të mbyllet në mënyrë 100% për arsye sepse kanë detyrime, kanë gjoba të papaguara dhe nuk u mbyllet biznes. Pra, për një fashë të këtillë ose edhe për disa fasha të tjera të rishikoheshin këto gjoba dhe unë do isha dakord me këtë paqe fiskale që e ka thënë kryeministri dhe do ishim dakord. Jo se e shikojnë në mënyrë, nuk bëhet në mënyrë pa drejt, po të bëhet në mënyrë e drejtë që t'i jepet
mundësi biznesi të arrimari veten dhe të ndezi dhe ai atë pak energji që ka për të zhvilluar ekonominë, sepse është në ditën më të këqija që ai ka operuar në këtë biznes. Fakt, zoti Gjokuta e përmendi që ndoshta mund të përtej diskutimit të taksave mbi normën e fitimit, përmendi edhe faktin që mund të ketë një amnisti për disa. Po, zoti Gjokuta, teksa flasim për një amnisti, patjetër është një e mirë e madhe që mund t'i bëhet disa bizneseve duke shpëtuar kështu aktivitetin e tyre nga një krizë apo edhe nga falimentimi në raste të tjera. Duhet mendojmë pak për efektet afatgjata në ekonomi. Cilat mund t'jenë qoftë efektet e kësaj paqeje fiskale, por qoftë edhe efektet e një amnistie të mundshme për disa biznese? Të pari atëre të shpjegojmë për publikun pjesën e lidhur me atë se si e ka ndërmend ai që ka propozuar. Në fakt do ta shpjegonin vetë ata që e kanë propozuar, por ajo çfarë ka synuar termi paqe fiskale nuk përkon me atë çfarë ka ndërmend të bëjnë si politik. Ndërsa shpjeguam paqja fiskale ka të bëjë përgjithsisht me zbutjen e marrëdhënieve dhe amnistin, në fakt Partia Socialiste në propozimin e saj politik, i cili është qartë elektoral, ka për bazë biznesin jo thjesht të vogël, por biznesin e mesëm dhe të madh, ku thotë që për çdo kalim të normës së fitimit mbi normën e rritjes ekonomike, pra nëse rritja ekonomike në vitin 2024 është rreth 3.96%, çdo biznes që është deri në këtë nivel do të tatohet me 15% të fitimeve të tij. Në momentin kur bizneset e mesme dhe të mëdha pasi ato kanë tatim fitimi, bizneset janë përjashtuar tash dhe është një amnisti e madhe kjo, edhe pse një vendim i gabuar politik. Pra, çfarë janë profesionistë të lirë, bizneset vogla me xhiro deri në 14 milion lekë në vit janë të përjashtuar nga tatimi mbi fitimin. Dhe për bizneset që tani ta vazhdoj, për bizneset që kanë një normë fitimi mbi rritjen ekonomike, mbi 3.96%, do të ulet tatim fitimi dhe do të shkojnë një tatim fitimi të diferencuar me 5% të fitimeve. Natyrisht që kjo është nënkuptuar me atë çfarë është paqja fiskale, që është shumë larg termit apo nuk përkon. Pra, ndërsa me termin ka dashur të godasë elektoratin për t'i dhënë një ide që do të bëjmë amnistime, pasi ai është kuptimi i këtij termi, nga ana tjetër nuk është ky ajo çfarë kanë propozuar në brendimin e tij, pra përmbajtja e këtij lloj premtimi, dhe ka nevojë të qartësohet për publikun pasi ka krijuar dhe këtë lloj konfrontimi të themi midis termit dhe asaj përmbajtjes. Tani të flasim për amnistinë fiskale, të cilat në vetvete në parimin e përgjithshëm dhe në një botë ideale janë shumë të mira. Shqipëria ka kaluar të paktën në 12-15 vitet e fundit 4 falje fiskale, pasi nuk janë amnisti, se amnistia është të falë plotësisht. Këto kanë qenë falje fiskale, kanë falur me kursin që duhet parapaguar diçka, me qëllimin që duhet falë shumicën. Është një në 2011, një në 2014, një në 2017, një në 2020, të cilët kanë prekur pothuajse segmentet e tatimpaguesve dhe produkti që kanë prur ato, pasi amnistit nuk bën thjesht çoka politike, duhet bën produkt në sistemin fiskal ta shëndosin, kanë prur më së shumti efekte afatshkurtra në buxhet. Pra, ka qenë interesi i buxhetit që i ka ideuar i qeverive që kanë pasur buxhetin në menaxhim, duke sjellë disa të ardhura shtesë. Nga ana tjetër, ka prur një lehtësim për biznesin, natyrisht pasi i ka hequr disa detyrime dhe këtu kanë parasysh ato biznese që i kanë marrë me pa të drejtë, pasi problemi më i madh është se kush përfiton dhe për çfarë përfiton. Jo të gjithë bizneset i kanë gjobat me pa të drejtë. Nga ana tjetër, ka ulur në një farë mënyrë atë që synon dhe paqja fiskale, tensionet në sistemin tatimor. Me këtë duhet të them që bizneset janë akomoduar më mirë pasi u ka dhënë një qetësi fiskale në një farë mënyrë duke u bërë amnistim. Dhe nga ana tjetër ka bërë edhe atë që është interesi i qeverive, sidomos në pranë zgjedhjesh dhe i politikës, legalizimet. Legalizimet janë pjesa më gangrenizuese, të themi, e diskutimit ekonomik dhe fiskal të qytetarëve, të cilët në një pjesë të madhe, në një farë mënyre me dëshirë apo të detyruar nga pjesa informale e ekonomisë shqiptare, janë në procese legalizimi apo procese që nuk kanë marrë ende titullin dhe proces për pronën që zotrojnë. Por në fakt,
po ta marrin rezultatin e përgjithshëm amnistisë fiskale apo termi i paqes fiskale i shprehur përmjet amnistisë së bizneseve dhe amnistisë së pasurive të paluajtshme, ka prur dëme në sistem pasi ka penalizuar vazhdimisht tatimpaguesit korrekt. Ka një grup tatimpaguesit të cilët përpiqen të mos ta shkelin ligjin dhe natyrisht ata kanë vuajtur edhe pasojat e atyre që nuk e kanë zbatuar me dëshirë apo nga padituria apo ai që kanë pasur mundësinë paguese. Natyrisht që të flasësh për amnisti në zgjedhjes qasja më komode, por ne dim tashmë që një diskutim i hapur përpara disa vitesh është ndaluar kategorikisht nga ata që neve na mbikëqyrin në procesin integrues dhe shikojnë se sa i shëndoshë sistemi dhe kanë gjykuar ashtu siç pajtohet dhe me mendimin tim dhe të shumë kolegëve që gjykojnë në mënyrë të shëndetshme që amnistia fiskale në këtë vend nuk zbatohet në mënyrën siç thuhet, zbatohet në mënyrë preferenciale, kthehen në çoka politike dhe më së shumti e dëmtojnë dhe atë sistem në rrugën e mbarë në cilin ka vajtur. Ajo çfarë duhet të bëhet me politikën fiskale, e cila nuk duhet të ketë termin paqe, që është një diskutim më shumë etik, politik dhe elektoral, duhet të ketë termin e zbatimit të ligjit, uljes së korrupsionit, distancimit nga patronazhimi të administratës e cila tashmë nëpërmjet një patronazhimi shumë të forcuar nga vitet e kaluar, pra administrata është pothuajse tërësisht politike tashmë, natyrisht që do të mbyllet korrupsioni dhe korrupsioni në të zbatojnë këto ligje që janë. Ne nuk i kemi ligje të tilla që janë të dëmshme, janë biles ndër ligjet më novatore, mos harrojmë ato pjesë të ligjit që janë rinovuar në këto vite të fundit, është investuar mjaftueshëm në sistem nëpërmjet fiskalizimit dhe shumë parave që janë hedhur nga buxheti dhe nuk po i japin atë produkt mbrapsht, edhe pse kanë produkte pozitive, por si japin atë që u premtuar dhe atë që është investuar dhe nga ana tjetër nuk kanë krijuar barazimin distriktit paguesve. Ne jemi duke përfunduar një raport të hollësishëm për barrën tatimore të vitit, duke e shprehur këtë dhe në atë që dje Shqipëria kishte ditën e lirisë fiskale, pra që ka të bëjë me sa bizneset janë të ngarkuar me tatime që paguajnë, jo me norma tatimore, por me tatimin që paguajnë dhe gjykohet që bizneset shqiptare nga viti në vit vinë duke u ngarkuar apo dhe individët, por natyrisht që ky është sfida, jo sfida e një paqe fiskale që të thjeshtohet në çoka të premtimesh në dëm të kurrizit qytetar. Pra çdo premtim që bëjnë politikanët për ulje taksash, për falje apo për amnisti, natyrisht i pagon një kategori të caktuar pasi buxheti kërkon lekë si puna e fëmijës që të rritet dhe të forcohet, natyrisht do lekë. Dhe këto lekë nga do merren, nuk merren as nga politikanët, as nga paratë e atyre që i fshejnë në offshore apo vetë grupimeve të ndryshme ekonomike që janë forcuar nga ekonomia politike në Shqipëri, por natyrisht merren nga bizneset e ndershme dhe nga ata që vuajnë vendimet dhe zbatimet e gabuara. Dhe doja në fakt të vazhdoj këtë diskutim me zotin Muço për ta bërë tërësisht të prekshme, si përfaqësuesi shoqatës së biznesit të vogël. Në këtë rast, patjetër, zoti Gjokutaj e sqaroi që nuk bëhet fjalë vetëm për biznesin e vogël, është ashtu i përfshirë edhe biznesi i mesëm dhe i madh, por duket se biznesi i vogël në një farë formë është gjithmonë e më i prekur edhe për shkak të vështirësive, shpeshherë zotërohen nga familjar, nga njerëz dhe individ të cilët përpiqen ta shtyjnë dhe ta bëjnë të ecë përpara. Cilat janë sipas jush në një realitet perfekt format më të mira për ta mbështetur biznesin që të ecë përpara dhe të mos i detyroj një pjesë të mirë të qytetarëve të cilët investohen në një sipërmarrje të vogël të heqin dorë sepse nuk arrin dot të përballojnë barrën fiskale që zoti Gjokutaj e përmendi, shtohet vit pas viti dhe bëhet akoma edhe më e vështirë. Kur desha të qëndronja pak në pjesa e amnistisë, pastaj po e vazhdoj, po e analizoj pyetjen tuaj, në pjesa e amnistisë, detyrimisht në termin në vetveten e saj, amnistia dihet që ka dhe një pak kënaqësi në një pjesë tjetër, sepse ta thjeshtojnë bisedën dhe na i kuptojnë edhe dëgjuesit. Në momentin që bëhet një amnisti dhe një përfiton një sasi e madhe goxha bizneset, përfitojnë dhe bizneset e tjera që kanë qenë të rregullt dhe që nuk përfitojnë nga kjo amnisti, detyrimisht ka një pak kënaqësi se thotë pse unë kam qenë gjithmonë i rregullt edhe pse me fjalë edhe këta që kanë qenë të pa rregullt të përfitojnë. Dhe detyrimisht jo vetëm në neve, por kudo në çdo vend të botës dhe në çdo lloj amnistie, jo vetëm amnistit fiskale, por dhe amnistit të tjera që bëhen,
detyrimisht ko do lënë në një fash njerëzit do lënë një pak najsi, por ne duhet t'i drejtojmë pyetjen vetes dhe qeverisë, a është e domosdoshme sot amnistia në këtë gjendje ekonomike që është biznesi? Unë sipas mendimit tim, unë them që po, sepse biznesi në përgjithësi në të gjithë biznesi, po sidomos biznesi i vogël dhe i mesëm ka problemet ekonomike për ta rimarrë veten. Sot neve kemi një ulje të fuqisë blerëse, sepse është ulur konsumi në mënyrë galopante dhe detyrimisht kjo ulja e konsumit detyrimisht do ndikojë në ekonominë dhe kush është ekonomia më e brisht ose më e prekshme drejt për drejt është biznesi i vogël i mesëm. Jo se dhe ekonomitë e tjera dhe bizneset e mëdha nuk e ndjejnë këtë ulja e fuqisë blerëse apo konsumi, por detyrimisht drejt për drejt preket sepse dhe biznesi i vogël është i brisht, sepse dhe kapitalet e tija janë, siç përmendet edhe ju sipër, janë biznese familjare të punësuar dhe të vetpunësuar. Prandaj çfarë duhet në të vërtetë? Duhet vënë gishtin mbi plagë. Duhen politika ekonomike dhe çfarë duhet konkretisht që biznesi ta rimarrë veten. Në radhë të parë unë kam thënë dhe jam gjithmonë i taksave të ultave. Duhet që të ulen taksat. Unë jam për taksën e sheshtë, sepse gjendja aktuale ekonomike që po kalon biznesi në përgjithësi, por dhe qytetarët e gjithë, sepse ne kemi lidhjen drejt për drejt, duhet të rishëndoshet ekonomia, e qytetarit që të rimarrë veten biznesi. Dhe politikat ekonomike duhet i bëjnë ato institucione që janë përgjegjëse për të bërë këto politika. Me uljen e taksave, unë besoj që është një ndikim i drejt për drejt në ekonominë e biznesit, por dhe në ekonominë e qytetarëve. Çfarë masa të tjera mund të merrte qeveria me politikat ekonomike të saj për ta rimëkembur ekonominë. Unë sidomos për bizneset e vogla të mesme duhet të gjeshin disa forma kreditimi për sa i përket bizneseve të vogla, sepse sot aktualisht biznesi i vogël i mesëm ka të pamundur të kreditohet. Për dy arsye. E para punës, interesat e kreditimit janë shumë të larta dhe është e pamundur që të përballojnë normat e fitimit biznesit për ta futur në aktivitet, por dhe e dyta, biznesi i vogël i mesëm nuk ka kolateral, çfarë garancie mund të lënë për bankat dhe ka të pamundur që të marrë kreditim. Prandaj thash, qeveria mundet të gjejë, nuk themi që ashtu, po mund të gjejë disa forma që të paktën të stimulojë kreditimin e bizneseve të vogla e të mesme. Çfarë mund të bëjë gjë tjetër qeveria që mund të rinditi? Duhet të krijohet një klimë besueshmërie për të bërë biznesin. Të ndryshoj klima, sepse kemi një klimë shumë të ashpër për sa i përket çështjes për të bërë biznes. Biznesi është rrudhur në vetveten e tij dhe nuk e di të ardhmen dhe ka një paqëndrueshmëri, nuk merr guximin për të investuar. Bizneset sa vinë edhe rrudhen edhe rinë në atë petkun e tyre, në vetveten e tyre që se din nuk kanë sigurinë, do të mbijetojnë kësaj vale kaq të madhe ekonomike që të dinqan dhe pasigurie që kanë. Prandaj thash, disa forma që i kanë në dorë politikat ekonomike, sepse thash edhe një, qeveritë duhet të qeverisin me politika ekonomike dhe mos hyjmë pastaj në shifra, jo sa duhet të ulet kjo, sa duhet të ulet kjo, të ulen çmimet e produkteve kryesore që janë për zhvillimin e ekonomisë, që janë siç është nafta dhe edhe energjia. Janë dy produkte kryesore që ndikojnë drejt për drejt në ekonominë dhe në shëndetësin, si në bizneset, por dhe në qytetarët. Duke u rishëndoshur ekonomia, duke e rimarrë veten dhe me stimulimet në ato që përmenda dhe më sipër, besoj se rimer ekonomia. Këto janë disa standarde që i kanë kaluar dhe vendet e tjera më të zhvilluara, por me politikat të drejta që kanë ndjekur përgjegjësit kryesor që kanë qenë për të ndërtuar politikat, kanë rimarrë veten dhe marrim shembull vendet e rajonit. Po të shikosh ekonomitë e rajonit që kanë qenë më të brishta se neve. Kosova është me një buxhet me një buxhet gjysmën e buxhetit ton, po ndjek politika të drejta dhe po të shikosh ekonominë, si të bizneseve, po dhe të qytetarëve, e shikon që është më e shëndosh, më e qëndrueshme, apo Maqedonia, apo Serbia, apo Malizi. Prandaj po them që duhet të merrem disa shembuj të mirë, të ndërtohen politika të drejta, të taksohen në bazë të bëhet një llogaritje në bazë të mundësive që ka biznesi. Ne e dim që shteti nëpërmjet taksimit jeton në çdo vend të botës, por a e ka të mundur ky biznes sot me këtë gjendje aktuale që ka, që ti mbijetoj kësaj vale kaq
të pasigurtë që kanë sot edhe këtë kësaj norme të ulët të fitimit që kanë sot bizneset. Prandaj thash të bëhen studime dashamirëse, të bëhen studime, nuk themi të bëhen ligje për mëshirë apo për lëmosh, të bëhen të qëndrueshme, të bëhen me politika siç foli dhe parapolci, të jenë me politika afat shkurtër, afat mesme dhe afat gjata, sepse ekonomitë të kështu duhet të ndërtojnë që të kenë qëndrueshmërinë edhe politika që hartohen. Dhe siç përmenda dhe më sipër të mos liren për efekte elektorale në momentet kur vjen në fund fare pasi biznesi ka vajtur deri në atë gjendje sa nuk qëndron, dhe për fushata elektorale pasaj u bën premtime dhe unë i shikoj si premtime boshe, se nuk kemi parë dhe në fushatat e tjera që janë bërë dhe në të vërtet pasaj nuk i kanë ndërtuar ato politika që të kenë qenë të drejta dhe të kenë dhënë efekt në biznese në ashun, kanë qenë vetëm premtime elektorale dhe në fund pasaj gjithmonë ka vazhduar ashtu siç ka qenë. Zëgjë Kuta, do doja t'ju drejtoj edhe ju një pyetje të fundit. Përmendëm që një rishikim i taksave i barrës fiskale për bizneseve do t'ishte një e mirë e madhe që në fakt do t'i bëhej, duke qenë se normën e fitimit e kanë të vogël, pandemia pati efektet e veta dhe ne jemi akoma në një periudhë rimëkëmbjeje në fakt, por duke bërë një rishikim të taksave të biznesit, pra barrës fiskale që çdo biznes ka. A mund ketë kjo një efekt zinxhir edhe tek çmimet e shërbimeve të ndryshme që mund të ofrohen nga këto biznese? Duke ullur rrjedhimisht koston e një qytetari për të përballuar nevojat e tij bazike, të cilat her pas here ne i ballafaqojmë si një realitet goxha i vështirë, se në mesin e qytetarëve shprehen shpeshherë që gjithçka është bërë shumë e shtrenjtë dhe pa përballueshme. Atëherë, në këtë rast nuk do të kishim një premtim për paqe fiskale, por për një pakt të ri fiskal, që ka shumë dallim në raport me atë se çfarë është termi elektoral paqe, i cili me vete e shpjeguam që nuk përkon fare me atë çfarë në fakt synon ky premtim. Në të rëndësinë e tij, një pakt i ri fiskal i cili do të merrej pikërisht me ato shqetësime që përmendim më përpara përfaqësuesi shoqatës së biznesit, do të ishte një qasje gjithëpërfshirëse që do të bazohej te reforma e digitalizimit, e cila me vete është një qasje e mirë për të zbardhur informalitetin dhe për të ndikuar në barazim tatimore, por që në fakt duke zbatuar në mënyrën se si deri më sot administrata e ka përcjell, natyrisht që nuk i ka dhënë ato efekte që neve do të donim të kishim të gjithë dhe të kishim një situatë të tillë, një kontekst që të zitë vend dhe ajo që u quajmë paqe apo amnesti fiskale. Nga ana tjetër, mbështetja për tasipaguesit e vegjël dhe të ndershëm, pasi duhet bërë vërtet analiza dhe studime të mirëfillta, që dhe në momentin më të mirë kur qeveria thotë jam e përgatitur për të bërë toleranca fiskale për kategori të caktuara, të jetë e tillë që jo të prish barazim tatimore, pasi ka shumë rëndësi që në një sistem asnjëri të mos ndihet i dhunuar, të gjithë të marrin të drejtën e tyre dhe natyrisht të bëj atë lloj qasje ndaj atyre tatimpaguesve, të cilëve vërtet padrejtisht u shtrën në qafë dhe kanë marrë ato lloj penalitete dhe ato lloj barre të shtuar në raport me çfarë duhet të paguanin. Por në fakt kur duhet të kishte sens kjo që thot premtimi paqe fiskale, do të kishte sens në momentin kur neve domethënë do të kishim tamam një reformë strukturore të administratës, që do të thotë që administrata duhet të kishte një qasje të re dhe nëpërmjet kësaj lloj politike do të fillonte nga një start i ri, i cili do të zbënte modelin e vjetër të kritikuar tashmë, jo vetëm nga bizneset, por nga të gjithë ata që rrethojnë biznesin, nga analistët, nga pjesa e konsulentëve, nga ana e shërbimeve, të cilët vetë kërkojnë pikërisht që të kemi një qasje të re. Nga ana tjetër, duhet të ketë transparencë, pra të ketë kritere të përcaktuara, jo një qasje gjithëpërfshirëse, pasi kjo e dëmton realisht sistemin, dëmton besimin ndaj shtetit, krijon dhe pritshmëri në aspektin e asaj se shteti çdo 4 vite të paktën minimalisht do bëjë një amnisti apo do bëjë një qasje të tillë të na fali se ka interes të na marrë votat. Nga ana tjetër, kjo paqe fiskale duhet të shoqërohet me zbërjen e kontrollit politik. Në momentin kur ti administratën e ke në kontroll politik, natyrisht që kjo kthehet në një qok politike apo në një qasje e tillë që përdoret si instrument, dhe natyrisht në këtë kontekst jemi është pikërisht kjo e cila mund të ndodhi.
Megjithatë, ky është një diskutim goxha i gjatë, zoti Gjokutaj, se jemi në përfundim të minutazhit. Transparencë, thoni ju që është kryesorja. Po. Ta mbaroj, isha duke mbaruar, në fakt. Në momentin kur të gjitha këto nuk janë bërë, nuk jemi më në kurset e një paqe fiskale, por jemi në kurset e një përdorimi si instrument politik, më shumë se sa si një ndryshim apo një pak njëri fiskal. Ju falenderoj shumë për çdo informacion, analizën dhe kohën. Zoti Muço, faleminderit gjithashtu, edhe ju uroj një ditë sa më të mbar. Edhe urojmë që të gjitha problemet e biznesit në Shqipëri të zgjidhen, pse jo.